78 vjeçarja Mirvete Baruti ka mbi 60 vjet që vazhdon të punojë në zejen e filigranit. Edhe sot ajo është e para që e hap punëtorinë. Unë e kretë prodhimet kom dasht, veç gjysat mas shumëti më ka shku për dore edhe kom pas qepe. Gjeneratat e reja në vitet e fundit kanë shumë interesim për këtë zeje, thot Bashkim Tejeci, i cili ka mbi 4 dekada e gjysmë në këtë zanat. Pjesa dërmuese e tyre janë gjinis femrore, kështu që është një kënaqësi më e madhe se ato përveç se që janë nana, përveç punëve të shtëpisë mundën mu marrë edhe me zejen e filigranit në shtëpi. Tejeci thot se ëndër e tyre është hapja një shkolle profesionale. Ku nxënësit përveç se e marrin diplomën për 3 vite shkollë të mesme, kanë përparësi tjera, se nëse janë fëmijët e dikujt që janë materialisht më të fortë, mundën me hapën një lokal, kudo që asi, po edhe nëse nuk kanë mundësi me hap lokale, atëherë mundën në mënyrë të pavarur me punu. E kur tani jemi në fillim të sezonit veror të turizmit, këtë zeje kanë shprehur dëshirën ta mësojnë edhe turistët e huaj. Ja u kemi mundësu atyne, kur vjen periudha e pushimeve, që ata me punu me orar të stërgjatur për ta, që me mujtër me ndalë ndim edhe atyne, kështu që na përmundohemi me atonën që ato që e dim të bëjmë të gjeneratat. Për të rinj, Komuna e Prizrenit ka mbështetur kurse trajnimi me qëllim që zeja e identitetit të qytetit të trashëgohet në breza. Trajnimet të tilla do të mbahen edhe për zejen e qeleshe punuesit, briskagjinjve e të tjerë në kuadër të drejtorisë së turizmit. Filigranët e Prizrenit u kanë qëndruar besnik punimeve tradicionale që vazhdojnë të jenë të kërkuara me porosi, ku ofrohet vetëm fotografia, ndërsa ata e shndrojnë në art të zejes së filigranit, thot Bashkim Tejeci.